Si rezultat I këtij aksioni janë marrë gjithsej 495 mostra, të cilat janë analizuar për parametra të ndryshëm të autenticitetit dhe sigurisë ushqimore, duke përfshirë përmbajtjen e yndyrës, proteinës, praninë e vajit palmës, yndyrnave bimore, niseshtës apo amidonit dhe qumshtit pluhur. Rezultatet e këtij monitorimi kanë ofruar një pasqyrë të plot, të qartë dhe të bazuar në evidenca mbi gjendjen reale të sektorit. Ky aksion përfaqëson një nga proceset më të gjëra dhe më gjithëpërfshirëse të kontrollit zyrtar të ndërmarrë deri më tani në sektorin e qumshtit. Këto kontrollet kanë identifikuar një numër të madh mospërputhjesh. Nga analizat laboratorike janë evidentuar disa mospërputhje në nivel përbërësi. Nga gjithsej 93 mospërputhje të identifikuara, 46 raste ka të bëjnë me praninë ose deklarimin e vajit palmës. Kjo përfaqëson pothuajse gjysmën e të gjitha mospërputhjeve të evidentuara gjatë aksionit dhe e bën vajin e palmës çështjen më të shpesh të identifikuar gjatë kontrolleve tona. Analizat tona që janë realizuar në laboratorin e AUV-it, se në mbi 91% rasteve të mospërputhjeve, përbërësit nuk janë deklaruar në etiket në mënyrën e kërkuar bazuar legjislacionit në fuqi. Kjo nënkupton se konsumatori nuk ka pasur informacion të plot dhe të sakt mbi përbërjen e produktit që ka blerë. Kur një produkt përban vaj palme, yndyrë bimore apo përbërës tjerë alternativ, kjo duhet të deklarohet qartë. Konsumatori duhet të informohet sakt dhe në mënyrë transparente. Nuk kishin për qëllim që gjendet fajtori. Qëllimi ishte që gjendet e vërteta. Ato duhet të mbështeten në prova, analiza laboratorike, dokumentacion teknik dhe procedura të rregullta administrative. Për këtë arsye, kontrollet u zhvilluan në mënyrë të koordinuar dhe dokumentuar edhe përfshinin kontrolle të plota gjithandej. Dua ta theksoj edhe një parim themelor, në një shtet demokratik, raportet e kontrollit zyrtare nuk janë qëllim në vete. Ato janë instrument për të mbrojtur interesin publik. Institucionet nuk mund të mjaftohen veç me evidentimin e shkeljeve, ato kanë detyrim të reagojnë në mënyrë proporcionale, të lehtëshme dhe efektive. Për këtë arsye, raporti dhe konstatimet e Agjencisë Ushqimit dhe Veçanërisë fillimisht do të ndjekin procedurën siç e parasheh ligji për drejtën administrative. Nga sot, unë po ashtu do të nxjerr vendim sa I përket procedurës së zbatimit të ligjit në lidhje me rastet edhe raportin në fjalë. Ai çfarë ne kërkojmë dhe është rëndësishme që të kuptoni. Fillimisht prodhimi I qumshtit dhe aktivitetet të qumshtit dhe qumshti I fermerëve tonë është qumsht që e teston AUV. Qumshti I fermerëve tonë është cilësi që ne e garantojmë përmes kontrolleve zyrtare. Qumshti I fermerëve tonë është qumshti më I miri, por jo gjithmonë pas dorëzimit e ruan atë cilësi. Dhe kjo ka qenë arsyeja e kontrolleve zyrtare pikërisht tek përpunuesit edhe tek distributorët. Aty, siç evidentohet nga raporti, ka të tillë që kanë tradhtu besimin e fermerit dhe kanë tradhtu besimin e konsumatorit. Për këtë, unë I kam kërkuar AUV-it që proporcionalisht, por duhet pas parasysh, interesi jetik I Republikës Kosovës për të mbrojtur konsumatorin, për të mbrojtur shëndetin publik, për të mbrojtur fermerin dhe sigurisht edhe ato aktivitetet të aprovuara, se Kosova ka nevojë që të prodhojë qumsht, Kosova ka nevojë që të prodhojë produkte të qumshtit dhe sigurisht secili partner edhe përpunues që është I gatshëm me punu me AUV-in dhe Ministrinë e Bujqësisë, është e gatshme që ta mbështesë vetëm në ato aktivitete që janë të aprovuara. Është konstatuar për te dyshim të bazuar që në qumshtorën vita, abrazen, apo siç do quhet, është përdorur në mënyrë të vazhdueshme në disa mostra të konstatuara vaj palmës, por në mostrat e tjera edhe qumshti plor.